Mire, hajde t'i futemi thellë një fenomeni psikologjik që edhe pse shpesh i fshehur, është jashtëzakonisht i fuqishëm në vendin e punës. Sot do të zbërthejmë tendencën e hakmarrjes duke përdorur një rast studimor krejtësisht real për të parë jo vetëm si shfaqet, por më e rëndësishmja si mund të menaxhohet. Dhe gjithçka nis pikërisht këtu. Imagjinoni pak, në tryezën e një hetuesi të burimeve njerëzore, mbërrin ky mesazh. Një akuzë tetë e rëndë apo jo? Fjalë si diskriminim, ndëshkim. Por siç do ta shohim së bashku, kjo ankesë është vetëm maja e icebergut. Poshtë saj fshihet diçka shumë më komplekse. Atëherë, ku ndodhet gjithë kjo? Jemi te kompania Logitech Albania, më saktë në departamentin e financave. Kemi dy personazhe kryesore, Arbenin, një punonjës, dhe Dritën, menaxheren e tij. Në pamje të parë, duket si një konflikt klasik punonjës-menaxher, por besoni, ky rast do të na mësojë shumë për dinamikat njerëzore. Dhe ja ku e kemi, shkëndija që ndezi gjithë zjarin, një kritik për një raport, diçka që ndodh për ditë në përzyra, apo jo, por çështja këtu nuk ishte çfarë u tha, por si u tha, publikisht. E pikërisht mënyra se si u prit këto kritik e shndroi një çështje rutine profesionale në një ankesë formale dhe thellësisht personale. Për të kuptuar tamam se çfarë po ndodh me Arbenin, duhet të bëjmë një hap pas, të lëm pak mënjan historinë konkrete dhe të futemi te psikologjia që fshihet pas veprimeve të tij. Dhe këtu hyn në lojë një koncept vërtet kyç. Pra, çfarë është kjo tendencë hakmarrjeje? E po, në thelb është ai instinkti që kemi të gjithë për tu kundërpërgjigjur kur ndjejmë se na është bërë një padrejtësi ose kur na preket egoja. Nuk është diçka domosdoshmërisht e ligë, dini, është një impuls i fuqishëm gati mbjetese, por në një mjedis profesional, ky impuls i pamenaxhuar mund të bëjë kërdine. Dhe ja se si ky impuls natyror mund të helmojë një organizat të tërë. Siç e shohim këtu, kjo tendencë mund të shndrojë sistemet e ankesave, që supozohet të jenë mjete për drejtësi, në armë për shpagim personal. Kjo është një dinamik vërtet e rrezikshme për çdo kulturë pune. Mirë, le të kthehemi te rasti ynë. Përballë akuzës së Arbenit, hetuesja e burimeve njerëzore Klara nuk u nxitua as pak. Përkundrazi, ju qas situatës me një qetësi metodike, duke nisur një proces të strukturuar për të zbuluar të vërtetën, duke u bazuar vetëm dhe theksoj vetëm te faktet. Ky proces me 3 hapa është absolutisht thelbësor për të garantuar objektivitet. Së pari, dëgjohet pala ankimuese, Arbeni, për të kuptuar deri në fund perspektivën e tij. Më pas, kalohet të dhënat e ftofta, ato objektive, pra performanca e tij, për t'i hequr emocionet nga ekuacioni. Dhe së fundi, blidhen dëshmi nga kolegët, për të pasur një pamje 360 gradëse dhe për të shmangur çdo lloj paragjykimi. Tani, kjo është ndoshta pika më interesante. Dallimi thelbësor që Klara duhet të bënte. Ai ishte ankesa e Arbenit, një ankesë objektive që kërkonte një zgjidhje të drejtë, apo ishte një ankesë motivuar nga hakmarrja që buronte nga ndjenjat e tij të lënduara dhe kërkonte thjesht ndëshkim për Dritën. Ky është filtri kyç i gjithë hetimit. Dhe dalë nga dalë, provat filluan të flisnin vetë. Fillimisht, vetë Arbeni e pranoi se motivi ishte ofendimi personal. Pastaj, të dhënat e performancës nuk mbështesnin as pak pretendimin për ndëshkim të padrejtë dhe pjesa më rëndësishme, dëshmit e kolegëve, jo vetëm që justifikuan veprimin e Dritës, por edhe vizatuan një profil të Arbenit si dikush që i përjeton kritikat në mënyrë shumë emocionale. Me të gjitha provat mbi tavolinë, erdhi koha që Departamenti i Burimeve Njerëzore të jepte një verdikt, por më e rëndësishmja të ndërmerrte hapa konkret për ta zgjidhur situatën në mënyrë konstruktive dhe afatgjatë. Përfundimi ishte i prerë, i qartë dhe i drejtë për drejtë. Ankesa e Arbenit u hodh poshtë si e pabazuar në fakte. Ajo u identifikua saktësisht si ajo që ishte, një reagim i nxitur nga dëshira për shpagim pas një kritike që ai e perceptoi si një sulm personal. Kjo pjesë është vendimtare, sepse burimet njerëzore nuk u ndalën te verdikti. Ata krijuan një plan veprimi që e zgjidhte problemin në rrënjë. Së pari, duke edukuar individin, pra Arbenin, së dyti, duke përmirësuar proceset për të gjithë, dhe së treti, duke investuar në inteligjencën emocionale të gjithë stafit. Ky është një reagim strategjik, jo thjesht reaktiv. Tani, le ta zgjerojmë pak perspektivën. Çfarë mund të mësojë çdo organizat nga rasti i Arbenit dhe Dritës? Këtu qëndrojnë mësimet universale që mund të zbatojnë absolutisht në çdo vend pune.
Pra, çfarë duhet të mbaj mend nga e gjithë kjo? Thelbi është ky. Ndërtoni një kulturë ku faktet mbizotrojnë mbi ndjenjat. Krijoni procedura aq të qarta dhe objektive sa që drejtësia të jetë e garantuar, duke e bërë hakmarrjen një strategji krejtësisht të kodë dhe të panevojshme. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare, një pyetje që ja vlen ta mbajmë me vete. Sepse nuk mjafton vetëm të menaxhojmë ankesat e padrejta, duhet të mësojmë të komunikojmë në atë mënyrë që të mos i shkaktojmë fare ato. Kjo, në fund të ditës, është sfida e vërtet për një mjedis pune të shëndetshëm.